A mendoni se Greqia mund ta bllokojë procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Kur ti do i qefi? Kur ti do i qefi? Dhe me këtë kartë ka lozur Greqia që hëse do të bllokojmë atje po në nani dhe këtë, do të bllokojmë në nani dhe këtë. Dhe në fakt Greqia është tallur me neve se Greqia bllokon këta, jo neve, jo si qytetarë qytetarë, do na bëj neve. Ne në Evropë jemi. Ne as humbim as fitojmë gjë me vajtjen në Evropë. Zoti Islami, çfarë po ndodh mes Turqisë dhe Greqisë teksa para pak ditësh ka pasur thirrje anti-turke në ditën e pavarësisë së Greqisë dhe Ankaraja ka cilësuar këtë si një provokim shumë të madh. A përbën Greqia një aktor, po themi, mjaft provokues në rajon, qoftë edhe në raport me Shqipërinë? Faleminderit që ma bëre këtë pyetje, se do doja ta trajtoja. Partje më ra në dorë një video e një reparti ushtarak grek, i cili as më shumë, as më pak në ditën e festës që kanë grekët për pavarësi në 25 mars, kërkonin që të çlironin Vojë Pirin, të skllavëruar nga shqiptarët, të roburuar nga shqiptarët, dhe po që nevoja thoshin do marrim armët dhe të pa organizuar, do marrim armët dhe do ikim, do vemi do shirojmë Vojë Pirin. Asnjë fjalë nuk dëgjoj nga politika shqiptare, dhe për turp të botës, për këtë policiri që po na drejton, ishte në Greqi dhe nuk tha çan këto që po thoni. Në një kohë që Turku që është shtet, dhe nuk është bordel, si bordeli Edi Ramës, Turku u ngrit dhe protestoi dhe sot dëgjoja dhe mbrëm dëgjoja televizionin greke që po e komentonin në mënyrë me histeri, domethënë që kjo që po na kundërshton neve Turqia të flasin për festën tonë. Në fakt nuk flisin për festën, po flisin për se duan të marrin atë Stambollin. Greqia vetëm kërkon në këtë botë, është shteti më agresiv që ka në Ballkan, bashkë me Serbinë. Dhe politikanët tanë që vënë në Greqi dhe lëpin këpucët e Mitsotakit, nuk ndjen fare, duke qenë atje. Ne këtu e pam se ç'po ndodh. Si pa e dinam atje, nuk bëri një protestë sociale, çfarë këto thonë ju? Që ky Vojë Pir që kërkoni ju. Prandaj u them diasporës dhe qytetarëve shqiptarë. Hapni morsy, sepse keni një përbindës, një gjarpër që po u mashtron dhe po u gënjen ditë për ditë. Keni një gjarpër, është gjarpër Edi Rama, nuk është mburr shteti, nuk është kryeminist, është i gjarpër, pikë. Të kalojmë pak në kampin opozitar ku Berisha ka deklaruar se do të vi konsulenti i tij fushatës për zgjedhjet e 11 majit, Kris Lasivita, dhe në momentin që ai do të vinë në Shqipëri, do të jetë surprizë për Edi Ramën, ai sa mund të godas edhe kokën mbi tavolinë. Çfarë do të thotë kjo deklaratë e Berishës kundrejt kryeministrit Edi Rama? Mashtruesi binjak siamez i Edi Ramës. Mashtruesi binjak siamez i Edi Ramës. Gënjen. Lasivita nuk e llogarit njeri i fare dhe Lasivita nuk ka treguar se nuk ka dhënë burimin sa para ka paguar Sali Berisha, dhe Sali Berisha na thot ku i gjeti para $2 milion që ka paguar Lasivita. Ku i gjeti? Se këta heqen të varfër. Këta thonë skemi. Në një kohë që kanë vile, kanë grattacieli, kanë pallate, kanë drejt me të birin, çfarë s'kanë, çfarë nuk kanë. Dhe këta dridhen si gjarpë për një shkop për të ruajtur pasurinë e vjedhur shqiptarëve, për të ruajtur paratë e vjedhura shqiptarëve. Jo zotrin, ai Lasivita nuk vjen më këtu, sepse nuk do bëj më, se nuk do bën zgjedhje. Dhe ky gënjen simpatizantët e tij, vazhdoni o demokratë e mi, vazhdoni, ikni pas Sali Berishës, se do të bëj Çirakse që bëri ka 12 vjet që na bën xhiro në bulevard, Hëse do rëzoj sot Edi Ramën dhe do t'i marrë të keqen nesër, në fakt ata në unison me njëri tjetrin. Ata të tëra gjëra që bëjnë bashkë. Pa përjashtimi bëjnë bashkë, mos u duket çudi shqiptarëve. Ata gënjejnë, mashtrojnë, shfrytëzojnë, vjedhin, shtypin, vrasin bashkë. A mendoni se kryeministri Edi Rama do të goditet sa i përket dosjes me Gonigal, duke qenë se amerikanët e kanë në dorë këtë dosje dhe përfaqësuesit amerikanë të Obdatit janë rikthyer sërish në SPAK? Unë
kam besim të drejtësia amerikane dhe të shërbimet amerikane të inteligjencës. Por kam bazoj besimin edhe në një faktor tjetër që përderisa Edi Rama arriti dhe rekrutoi numrin 2 të FBI-t, të FBI-s amerikane, për ata është rrezik kombëtar Edi Rama, nuk është pak, është shumë i rrezikshëm. Dhe prandaj them që Edi Rama do arrestohet mbasi të bëhet qeveria teknike këtu në Shqipëri. Unë prapë bëjthin e shqiptarëve, shkoni morë tek partia Shpresa Demokrate Shqiptare, se si që shikoni, partia Shpresa Demokrate nuk merr pjesë në zgjedhje, nuk është regjistruar fare për të votuar. Si thoni, nuk do partia Shpresa Demokrate Shqiptare që të vinë pushtet? Patjetër që do. Por jo me këtë lukuni uqërish, dhe jo me këto banda gangsterësh marksist-leninistë që qeverisin Shqipërinë sot e 80 vjeç. Pra, fakti që nuk merr pjesë Aleanca, Shpresa Demokrate në zgjedhje, flet shumë i thotë të tëra, për ata që kanë sy në ballë. Ndërsa kthimi i oficerëve të Obdatit dhe ndjekja e Edi Ramës është e padiskutueshme. Ka mundësi që Edi Rama të ketë bajtur në Greqi të kërkojë strehim këto kohë, tani që vajti. Sepse e di se që pret. Edi Rama e di mirë, e di fare mirë, jo mirë, po e di fare mirë. E ka plotësisht të qartë. Dhe gjithmonë misionari shqiptaro-amerikan i a thot Shqip, Edi e ke vëndin në Burg i thot. Ke qenë në Burg në Francë, ke bërë atë, ke bërë që a thot të tëra. Prandaj largohu. Mirë po e që nërë me komfortësit se mbështetet tek Athina, te Beogradi dhe te Moska. Po para Amerikës nuk i shkon. Ka mbaruar e punë. Pra, ata do të arrestojnë Edi Ramën. Dhe do e plogari Edi Rama pra to që ka bërë dhe pra të krim që ka bërë kundrejt shtetit amerikan. Me Gonigalli, a e di mirë se që pret atje, po që i takon drejtësisë amerikane dhe nuk më duhet gjë mua se do bëjnë ata në vendin e tyre. Shpresoj dhe uroj që bashkë me Gonigallin të marrin dhe këtë me Gonigallin ton edhe ta çojnë aty ku duhet. Po partitë e vogla në këtë fushatë elektorale që pritet nisë shpejti, si keni parë ku Adriatik Lapaj dhe Agron Shehaj kanë nisur përplasjet midis tyre, ku Lapaj e ka paditur ditën e sotme Agron Shehajn për shpifje në akuzat që ai ka bërë ditë më parë. Shikon, Adriatik Lapaj para se të kritikoj dhe të padisi Agron Shehajn, duhet të thotë shqiptarëve që është pjellë e Sorosit. Dhe që është pjellë e Sorosit e vërteton fotografia e tij në motorskap me Kimetin, me Yuri Kimin. Këtë të thotë shqiptarëve Adriatik Lapaj. Nga e njohu Yuri Kimin ai, shqiptarët ka gjë duhet e kuptojnë, derisa e pranoi Uribesin. Ora këto ta bëjnë dhe të trasha ca gjëra, nuk i bëjmë me trun kokë. E pranon Edi Rama Adriatik Lapaj që të bëj debat tek Arjan Çani tek pull. Dhe ai tek pull, ai famshëm Adriatik Lapaj nuk thot asnjë gjë se ku i gjën parat, se kush po thot nga simpatizantët. Cilët janë ata simpatizantë por që do të japi ty me 10.000 euro të bësh të fushat nga do qefi ty atë, dalësh mbredhësh. Jo janë mashtrues, janë partiçkat e Sorosit, janë lekë e Sorosit. Agron Shehajn nuk e njoh nga afër, nuk kam të drejtë të them asnjë fjalë për të, sepse nuk e njoh. Ndërsa Adriatik Lapaj që e njoh që nga viti 2011, po pra të kam shumë, por si jam ban të dalë të bëj, e kam provokuar në Facebook, e kam të ndil, po e burë të bëjmë debat bashkë. Por nuk den, se nuk bën dot debat Adriatik Lapaj me ne që e njohën, bën debat me ata që nuk e njohën. Edhe tek partia Adriatik Lapaj, po të shikosh, ka një femër atje, që ka qenë LSI-s. Ky është Adriatik Lapaj. Këta kam mbledhur. Megjithatë, të jeti sigurt Adriatiku dhe të gjithë Adriatikët se zgjedhjet nuk do bëhen, këto partiçkat do vënë atë ku kanë origjinën dhe Shqipëria do shpëtojë nga këta. Se këta janë thjesht metastazat kancerit qendror që quhet Partia Komuniste e Punës, Socialiste, Rilindase, Demokratike, Socialdemokrate e Shqipërisë, se ka shumë emra, po i them të tërë, se një parti është.
praktikisht është një parti.